Faleminderit Lorta. Shumë nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sandiu, nderuara Ministre Kona Bacoli, nderuari Kryetari i Komunës së Ravecit, Zoti Latifi, shumë i respektuar General i Shtetit Shqiptar të Kosovës, Zoti Ramush Haradinaj, i cili jep gjatë Kosovës në Lavdinë e Krushës, të nderuar deputet të pranishëm, nderuari General, nderuara zonja Farie Buti, përgjithsisht edhe simbol i një luazë epok në Krush, po edhe në Kosovë, shumë të respektuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, të nderuar veprimtarë të çështjes kombëtare, shërbëtorë politik, përfaqësues të Policisë Kosovës, përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq dhe ju bashkëvendas të pranishëm. Ashtu siç e tha Blerta, ashtu siç e tha edhe kryetari i komunës, unë jam i mirë se ardhur këtu sepse unë jam i këturin, unë jam një bir i juaj. Unë nuk jam këtu vetëm si një ministër i Republikës Kosovës, por jam një nga ata që ka përjetuar nën lëkurën e familjes vet të gjitha ato vuajtje, ato dhimbje, ato krime që shteti kriminal serb i ka bërë. Jam një nip i një dëshmori, një nip i një martiri, edhe një familjar i shumë familjarëve të tjerë që sot gjenden në Baranesh që përkujtojnë të rënat e liri. Depërtimi i gati 1 milion shqiptarëve nga Kosova ishte një sinjal i qartë si për ata që mbetën në Kosovë, ashtu edhe për faktorin ndërkombëtar. Slobodan Milošević nuk kishte ndërmend të ishte dorë nga Kosova e okupuar para gati 100 vite. Fshata e bombardimeve të NATO-s pas refuzimit të marrëveshjes së Rambëjes nga Serbia, nxorri në fakt një dritë, një plan të njohur si plani Patkoj, një plan i menduar për spastrimin etnik të Kosovës. Praktikat e Auschwitzit nazist 44 vjet më pas, bota po e shihte në syt, por tashmë në Kosovë. Dhe Auschwitzi ka përjetua rënd edhe në Krushën time, Krushën tonë. Krusha e Madhe është një nga plagët më të mëdha të historisë sot. 241 të vrarë e 64 të zhdukur, përfshirë edhe babin tim. Një fshat i tërë i goditur nga një krim i organizuar shtetëror. Këto nuk ishin akte të rastësishme. Ishin pjesë e një plani të menduar dhe të zbatuar, plan për spastrimin etnik të Kosovës. Serbia gjakatare nuk u mjaftua me vrasjen. Ajo u përpoq të zhdukte gjurmët i krimit, të fsheh trupat dhe të mbuloj të vërtetën. Dhe sot, pas 27 vitesh, e mban të mbyllur në arkivat e saj të errta përgjigje për shumë familje të Krushës dhe të Kosovës. Edhe sot, në këtë vend, këtë varrezat vendosin lule mbi varre të zbrastura. Edhe kjo nuk është vetëm dhimbje, kjo është një padrejtësi e vazhdueshme. Prandaj ky vend nuk kërkon mëshirë, ky vend kërkon vetëm drejtësi, sepse drejtësia kërkon veprim. Në këtë rast më lejoni që të vlerësoj punën e institucioneve tona në veçantë drejtorisë për krimën e krimeve të luftës dhe për policë speciale, për hapat konkrete e përmendur. Shpënim në styr janë arrestuar të dyshuar, janë ngritur aktakuza dhe janë dhënë edhe gjykime dënuese, edhe për disa që në mungesë edhe për disa të tjerë që janë sot praparmila. Po ashtu Instituti për krimet luftës po bën një punë të rëndësishme, duke mos lejuar që këto krime të mbesin vetëm në kujdesin tonë, por duke i kthyer ato në dokumentim, në prova dhe në aktakuza për krimet makabre. Por kjo nuk mjafton sepse dënimet që sot janë dhënë janë një pikë e vogël në oqean nëse e krahasojmë me krimet që Serbia i ka bërë ndaj Kosovës. Nuk mjafton se edhe 1570 persona që nuk janë numra, po janë njerëz, janë familjarë tonë, vazhdojnë të na mungojnë çdo ditë tash 27 vite. Prandaj ne i bëjmë thirrje edhe nga Krusha, edhe nga Celina, edhe nga Bellacerka, edhe nga Krusha e vogël, më vonë, ku të shoftë Kosovë, faktorin ndërkombëtar që të luajë rolin e saj aktiv dhe mos të mbajë atë që ajo e quan neutralitet, për shkak se neutralitet nuk mund të ketë mes viktimës të agresorit. Është neutralitet në poshtë. Dhe të ushtrojë një presion mbi Serbinë të hapën arkivat e saj klasifikuara, të dorëzohen kriminalet dhe të zbardhët fati i mos të dashur këta.
sepse pa drejtësi nuk ka paqe. Të nderuar pranishëm, Krusha nuk është vetëm një vend i dhimbjes. Krusha është edhe një vend i krenarisë. Është vend që i dha Kosovës më të shtrenjtë e saj, të rinj dhe të reja të vendit. Është vend ku liria nuk u kërkua me fjalë, por u fitua me gjak. Është vend që i tregoi botës se ky popull nuk nënshtrohet, nuk zhduket dhe nuk dorëzohet. Nga kjo tokë doli një mesazh i qartë për çdo kënd. Se mbi këtë dhe, liria mbrohet me dignitet, me sakrificë dhe me qëndresë. Ne që jemi sot këtu nuk duhet të jemi vetëm dëshmitar të historisë. Ne kemi detyrim të vazhdojmë atë. Detyrim për kërkuar drejtësinë, detyrim për mos lejuar që e vërteta të zbehet, detyrim që ta mbajmë të gjallë kujtesën dhe për ta mbrojtur dignitetin e të rëndë. Sepse liria që gëzojmë sot nuk është dhurat, është një amanet. Prandaj ne nuk guxojmë të harrojmë dhe nuk do të lejojmë që kjo histori të mbyllë pa drejtësi. Në emër të Kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe të Qeverisë së Kosovës, lejoni të shpreh mirënjohjet më të larta, nderime më të larta për familjet e të rënëve për liri, lavdi, martirëve dhe dëshmorëve të Krushës së Madhe dhe gjithë Kosovës.